ndërkombëtare. Ndërkohë, si qëndron Kosova si territor në këtë aspekt? Pra, është vetëm vend tranzit për lëndë narkotike apo edhe konsumatorë dhe prodhues? Ndërtinë është interesant që pas përfundimit të luftës, Kosova ka qenë e orientuar kryesisht si vend tranzit që nga vendet e lindjes dhe vendet e Amerikës Latine vihej droga në Shqipëri, pastaj nga Kosova, i cila konsiderohej si vend tranzit, drogat kalojnë në Evropë. Mirë, po për fat keq, në për statistikat të qoftë ndërkombëtare dhe vendore, Kosova ka filluar që tashmë ta konsumojë me të madh të rinë tonë drogën. Dhe të dy janë të këqija. Edhe blerja dhe transportimi i drogës, por tash edhe konsumimi i saj. Dhe thënë të drejtën, Kosova ka qenë mirë në këtë raport deri pas përfundimit të luftës, ndërsa tash nuk mund të thuhet se Kosova është më mirë se sa vendet e tjera, sa i përket rritjes së numrit të atyre të cilat i përdorin drogat desi në Kosovë. Ndërkohë, sa sfiduese është për drejtësinë në Kosovë për t'i gjetur apo për t'i pa rastet e tilla, me cilat sfida përballet drejtësia në këto raste? Sistemi i drejtësisë në Kosovë, pra institucionet e sigurisë, policia, por edhe AKI-ja ka mandat që ta ndjek krimin organizuar dhe krimin transnacional, i cila mund të kontribuojnë në këtë drejtim. Dhe unë konsideroj që sistemi i drejtësisë të Kosovës krahasimisht vendet e rajonit ose të Ballkanit Perëndimor është lider në luftimin dhe në parandalimin e këtyre dukurive, jo vetëm të shitjes së drogave dhe kontrabandës së tyre, por edhe me trafikim të qenë njerëzore, me krim të organizuar brenda territorit të Kosovës dhe në krimin transnacional. Rezultatet janë evidente dhe ato janë statistika të cilat dihet. Nuk duhet harruar se në 3 vitet e fundit janë eliminuar ose shkatruar 16 laborator të drogës në 4 komuna veriore të Mitrovicës, ku konsiderohet se brenda viti kam pasur qarkullim rreth 200 milion euro, të cilat ato janë shkuar në Serbi. Pra, nuk është një sukses edhe jo i vogël i institucioneve të sigurisë të Kosovës, por edhe shkatërimi i rrjetet të ndryshme kriminale të cilat janë marrë me shitjen dhe paketimin e drogave edhe në vendet e tjera. Po është sfidë identifikimi i tyre? Nuk ka dilemë se është sfidë identifikimi i tyre, mirë po njësitë e policisë të Kosovës dhe në përgjithësi organet e sigurisë të Kosovës kanë mekanizma të mjaftueshëm, kanë logjistikë të mjaftueshëm dhe njerëz profesional të cilën në kuadër të policisë dhe të agjencisë kosovare të inteligjencës punojnë këtë drejtim dhe rezultatin nuk ka munguar. Prandaj jo rastësisht po e them në emisionin e juaj që Kosova me institucionet e veta të sigurisë është lidere në rajonin e Ballkanit Perëndimor në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Sa ka bashkëpunim